Quhen Besart Celia. Nga jeni? Nga Vushtria e Kosovës. Na tregoni si ndodhi aksidenti? Po ndodhe isha duke ardhur nga Kosova, nga Vushtria, nga Shqipëria për të shkuar në punë. Tek Basania jam edhe krye trajner futbollit. Dhe kështu që ndodhe ashtu isha I lodhur dhe për një moment nuk më zuri gjumi dhe vetëm me poshtë vetën dalin nga rruga. Asgjë. Jo ka qenë. Po falë Zotit, jam dhe shpëtova, se që është mas mirë. Na tregoni pak sa lartësi është kur ke radhë aty? Lartësia nuk di lartësin, nuk di me mua, nuk di 10 metra du të me qenë poshtë. Mendoj që 10 metra. Ke qenë vetëm në ato mjetë? Vetëm, fikallëm. Jeni shnoshë mirë? Shumë mirë jam, asgjë s'kam, falë Zotit. Ku ishit? Vetëm një gritë kam pak këtu, kur qytet. Destinacioni ku ishte? Destinacioni për Shkodër ishte, për të arritur stërvitje, po fatkeqësisht sonte s'mujta me mri dhe. Po ju jeni trajner, na tregoni? Po, trajner. Trajner futbollit jam, IFC Basanjes, kategorisë 2. A ti pas ndeshje aty në Shkodër? Jo, s'kam pas ndeshje stërvitje. Kam pas nga ora 7, bravo. Shqy se jeni mirë dhe të Faleminderit shumë, faleminderit. Vallai paskaruj, do të më lind për dytë. Po ta. Po ku e janë më? Vado da morë intervista. Maja se.